paktën 25 persona u vranë dhe 800 të tjerë u plagosën në një shpërthim masiv në një nga portet kryesore të Iranit, njoftuan autoritetet vendase. Shpërthimi ndodhi në Shahid Rajai, portin më të madh tregtar të vendit, pranë qytetit jugor Bandar Abbas të shtunën. Ai shkatërroi dritaret dhe çatit e ndërtesave aty pranë dhe shkatërroi automjetet. Banorët raportuan se e dëgjuan shpërthimin deri në 50 kilometra larg. 6 persona rezultojnë të zhdukur pas shpërthimit, raporton media shtetërore iraniane. Videot në mediat e huaja tregojnë një zjarr që rritet në intensitet përpara një shpërthimi të madh ndërsa njerëzit shtrihen në tokë. E gjithë depoja ishte e mbushur me tym, pluhur dhe hi, tha një dëshmitar okular që ndodhej në zonën e shpërthimit për televizionin shtetëror iranian. Pamjet ajrore treguan të paktën 3 zona në flak dhe ministri i brendshëm i Iranit më vonë konfirmoi se zjarri po përhapej nga një kontejner në tjetrin. Një konsulencë private por rreziqe detare tha se besonte se kontejnerët e prekur kishin lënë djegëse të ngurtë të destinuar për raketa balistike. Zyrtarët e doganave më vonë lëshuan një deklaratë të raportuar nga televizioni shtetëror iranian, duke thënë se shpërthimi ndoshta kishte ndodhur për shkak të një zjarri që kishte shpërthyer në një depo magazinimi të materialeve të rrezikshme dhe kimike.